të gjithë ata që se unë nuk më them na janë vënë përballë, se përballë ne s'kemi njeri me thënë drejtën. Ne kemi mrapa të gjithë këta që na gjymojnë nga mrapa, dhe që krijojnë një zhurmë shumë të madhe korrupsioni. Tani unë nuk them që ne kemi shfaros korrupsionin, por unë them një gjë që mund ta faktoj në disa rrugë, që e para, kur më para Shqipëria nuk e ka luftuar korrupsionin si në këtë fazë, dhe e dyta, korrupsioni është më i ulët se çdo herë më parë. Zhurma është më e madhe, patjetër, dhe është më e madhe edhe nga lufta, që çdo gjë amplifikohet në të gjitha rrugët e keq informimit, por është patjetër edhe nga rezultati. Fjala vjen si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe të rritjet pagave në të njëjtën kohë. Nuk ndodh kjo në vendet që kanë korrupsion në rritje. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe rritjet pensioneve në të njëjtën kohë? Sepse pagat e pensionet rriten nga që rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit. Korrupsioni prezumohet që i thith të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe i çon në pak xhepa. Atëherë, këto të dyja bashkë nuk shkojnë. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe ndërkohë të rritet numri i përfituesve nga garat publike?